Duke folur për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, deputetja e Vlenit Mimoza Musa në Klik Plus tha se numri serik I kartave të identitetit përcakton përkatësinë etnike të qytetarëve. Me që nuk kishte dëgjuar më parë, deputeti I BDI-s Ilir Hasani e nxori letërnjoftimin nga xhepi për ta konfirmuar. Letrat e njoftimit të qytetarëve të Maqedonisë, ata që janë dëgju, numri bazë I letrave të njoftimit fillon me shkronjë tjetër, të përkatësisë etnike të maqedonëve fillon me shkronjë tjetër, edhe të turqëve fillon në letër njoftim, domethënë është edhe mënyrën se si ke aplikuar, domethënë është formulari që aplikon në dëgju, shqiptarët gjithi kanë letrat e njoftimit në dëgju, aty domethënë në numrin e letër njoftimit mundet lirisht të identifikohet a kemi të bëjmë me etni shqiptare, maqedone, apo lirisht mund ta verifikoni të gjitha letrat e njoftimit edhe është. Kurse pas kam po. Zotëria Hasani tashmë nxori letër njoftimin për ta parë se cilit nacionalitet I takon. Në, të gjithë shqiptarët u fillon me N, maqedonëve u fillon me M, turqive u fillon me W. Kontrolluam disa letërnjoftime dhe vërejtëm se qytetarët e përkatësisë maqedonase kishin iniciale të ndryshme nga shqiptarët. Pyetëm edhe në Ministrinë e Brendshme. Nga atje thanë se numrat serik të kartave të identitetit nuk e përcaktojnë përkatësinë etnike të qytetarëve. Lidhur me pyetjen tuaj drejtuar departamentit për marrëdhënie me publikun dhe çështje strategjike, sa I përket pamjes së kartelave të identitetit, përkatësisht numrave të tyre serik, ju informojmë se numrat serik dhe shkronjat fillestare në to nuk kanë lidhje me përcaktimin e përkatësisë etnike të qytetarëve. Ndonë se nuk është realizuar asnjëherë, në të kaluarën është diskutuar nga përfaqësuesit politik shqiptar që një graf etnike të vendoset në letërnjoftime, me qëllim të evitimit të manipulimeve për punësim në baza etnike, sipas metodologjisë atëhershme të balancuesit. Se a do të zgjidhet kjo çështje përmes ligjit të ri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pritet të shihet pasi të publikohet zyrtarisht. Për momentin ligji ka kaluar filtrat në qeveri dhe pritet që shumë shpejt të arrijë në kuvend para deputetëve.